Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Kaldrëmet e Gjirokastrës u mbushën me tingujt e muzikës tradicionale në mbrëmjen e së shtunës që shënoi nisjen e aktivitetit kulturor ISO mbi kaldrëm. Qindra qytetarë dhe turistë u bën pjesë atmosferës festive duke ndjekur nga afër koncertin e parë të këtij eventi që do të zgjasë gjatë gjithë muajit gusht. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë rritur nevojën për kujdes të shtuar ndaj baktive, veçanërisht atyre të imta dhe të vegjëlve të tyre. Specialistët paralajmërojnë se insekti mund të ndikojnë në shëndetin e kafshëve duke favorizuar edhe shfaqjen e sëmundjeve sezonale. Ndaj u bën thirrje blegtorëve të zbatojnë masat e nevojshme parandaluese. Në Gjirokastër, punësimet sezonale dhe ato nëpërmjet programeve të punësimit kanë ndikuar në uljen e numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Në janar ishin 661 përfitues, ndërsa në korrik ky numër ka rënë në 621. Drejtoria e Shërbimit Social thekson se bashkëpunimi me zyrat e punës ka ndihmuar në punësimin e personave, duke ofruar mundësi të reja për të ardhura dhe përmirësuar situatën ekonomike të familjeve. Gjimnazia Simzeneli vazhdimisht pret nxënës të tij ndër vite që takohen pas dekadash në të njëjtat ambiente, ku kaluan vitet më të bukura të rinis. Së fundi ishte matura e vitit 91 që u bë bashk pas 35 vitesh. Ju njohim tani më gjerësisht. Kaldrëmet e Gjirokastrës u mbushën me tingujt e muzikës tradicionale në mbrëmjen e së shtunës që shënoi nisjen e aktivitetit kulturor ISO mbi kaldrëm. Qytetarë dhe turistë u bën pjesë e atmosferës festive duke ndjekur nga afër koncertin e parë të këtij eventi që do të zgjasë gjatë gjithë muajit gusht. ISO mbi kaldrëm është organizimi që nisi kalendarin artistik të Bashkisë Gjirokastër për muajin gusht. Ishte grupi polifonik Nektari Polifonisë që hapi siparin e mbrëmjeve artistike me interpretimin e këngëve të traditës, duke sjellë emocione dhe duke promovuar vlerat e trashëgimisë shpirtërore shqiptare në zemër të qytetit të Gjirokastrës. Ndjemi të privilegjuar që të çelim ISO në kaldrëm, ku polifonia ka vendin më të shenjtë këtu në kaldrëmet e pazarit e Gjirokastrës, sepse polifonia është një aset i madh shpirtëror i kombit tonë shqiptar që përcjell historinë, përcjell gjuhën, përcjell gjithë vlerat shpirtërore që kemi neve në shekuj. Neve jemi grupi Nektari Polifonisë, një grup i përbërë me djem nga qarku i Gjirokastrës, kryesisht nga qyteti i Gjirokastrës, Shatra dhe Labris dhe qyteti i Tepelenës. Jetojmë të gjithë në Tiranë, pjesën më të madhe kemi këtu në kthyer në Gjirokastër. Është kënaqësi që polifonia si një aset i madh i çmuar të shikohet dhe nga turistët, e cila është krye vlera e kombit tonë që mbrohet edhe nga UNESCO, dhe ne si djem të ri kemi vendosur që ta ruajmë këtë thesarin tonë shpirtëror të trashëguar nga brezat, duke përcjellur dhe në brezat e ri, duke qenë burim frymëzimi për ata që janë brenda vendit, por dhe për ata që janë jashtë, të cilët e dëgjojnë me mall dhe mendje. Qytetarë dhe turistë u bën pjesë e atmosferës festive duke ndjekur nga afër koncertin. I think the city is most Gjirokastra është një qytet shumë i bukur dhe me histori të pasur. Njerëzit këtu janë shumë mikpritës dhe kjo më kujton traditat e vendit tim, Kurdistanit. Edhe ne kemi muzikë dhe këngë tradicionale që ngjajnë me ato shqiptare. Atmosfera është e mrekullueshme. Ftoj të gjithë të vizitojnë Shqipërinë sepse njerëzit janë shumë të dashur. Është e mrekullueshme, muzika, atmosfera dhe njerëzit janë fantastik. Më pëlqen shumë energjia që përcjell ky festival. Do të dëgjojmë edhe këngë polifonike dhe muzikë tradicionale të cilat janë shumë të bukura dhe plot jetë. Pjesë e edicionit të 5 të ISO mbi kaldrëm do të jenë disa grupe polifonike, të cilat do të performojnë gjatë fundjavave të gushtit në pazarin karakteristik të qytetit të Gurt. Prej mbrëmjes së sotme në pazarin karakteristik ka startuar për një muaj me radhë, do të kemi ISO mbi kaldrëm me grupe polifonike të cilat përfaqësojnë, le të themi, qytetin dhe njësitë administrative të qytetit të Gjirokastrës. Grupet do të jenë të pozicionuar në pazarin karakteristik, aty ku do të kenë mundësinë të shijojnë jo vetëm turistët vendas, banorët, por edhe turistët e huaj të cilët vinë dhe zgjedhin qytetin e Gjirokastrës për të kaluar fundjava
detyrat e tyre. Mbrëmjen e sotme e nisëm me Nektari Polifonis, grupi më i ri, ndërkohë që do të performojë grupi Argjiro, grupi Ergjiria, do të jetë grupi Gura e Picarit, grupi Kolonjës dhe shumë grupe të tjerë të cilët kanë zgjedhur që të jenë pjesë e ISO Polifonis në aktivitetin i cili vjen edicionin e tij të 5, ISO mbi kaldrëm. Ashtu si çdo vit, ata zgjedhin që të jenë pjesë e këtij aktiviteti që tërheq turistë nga e gjithë bota dhe jo vetëm vendasit. Gushti do të sjellë një larmi aktivitetesh në qytetin e Gurt që synojnë gjallërimin e sezonit turistik. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë rritur nevojën për kujdes të shtuar ndaj bagëtive, veçanërisht atyre të imta dhe të vegjëlve të tyre. Specialistët paralajmërojnë se insekti mund të ndikojë në shëndetin e kafshëve duke favorizuar edhe shfaqjen e sëmundjeve sezonale, ndaj u bëjnë thirrje blegtorëve të zbatojnë masat e nevojshme parandaluese. Temperaturat e larta të kësaj periudhe kërkojnë kujdes të shtuar për bagëtit, sidomos për ato të imta dhe të vegjlit e tyre. Specialistët shprehen se insekti mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kafshëve, duke rritur edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve karakteristike të kësaj periudhe. Tani jemi në periudhë kur temperaturat janë të larta që u afrojnë rreth 40 gradë. Jemi në fazën kur blegtoria është në periudhën e ndërzimit, varet sipas zonave, zona fushore, zona kodrinore dhe zona malore si ndërzohen, por jemi në periudhën e ndërzimit. Fermerët kanë përvojë se janë të vjetër në atë punë, ka përvojë se si duhet të mbahet blegtoria në këtë periudhë, në kushte kullosore, malore, siç janë kur temperaturat janë kaq të larta. Veterinerët apelojnë që kafshët të mbahen në ambiente me hije, të kenë ujë të freskët në çdo kohë dhe në çdo rast të dyshimi për probleme shëndetësore, blegtorët të kontaktojnë menjëherë veterinerin. Ushqimi i mirë në këtë periudhë, po ata janë detyruar me atë ushqim që kanë kullotët, ujë patjetër nuk duhet të mungojë tek blegtoria dhe kujdesi ndaj rrezatimeve ndaj rrezave të diellit që duhet të qëndrojnë sa të jetë mundur më pak, ata marrin masa se bëjnë tëndat, kanë kushte të hijeve, por kujdes duhet treguar. Duhet treguar sidomos kujdes me sëmundjet që janë në këtë periudhë, në këtë sezon për sëmundjet që prekin blegtorin të imët dhe trash, për shembull për sëmundjen e plasjes. Ata mbajnë kontakt me veteriner, po dua t'ju rikujtoj që në rast se ata vënë re një dyshim, duhet të njoftojnë veterinerin që mbulon zonën, anë nga ata kanë origjinën. Specialistët theksojnë se kujdesi shtuar gjatë ditëve me temperatura ekstreme është elbësor për ruajtjen e shëndetit të bagëtive dhe parandalimin e humbjeve në blegtori. Ata ju bëjnë thirrje fermerëve të zbatojnë masat parandaluese në mënyrë që kafshët të përballojnë sa më mirë valën e të nxehtit. Në Gjirokastër, punësimet sezonale dhe ato nëpërmjet programeve të punësimit kanë ndikuar në uljen e numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Në janar ishin 661 përfitues, ndërsa në korrik ky numër ka rënë në 621. Drejtoria e Shërbimit Social thekson se bashkëpunimi me zyrat e punës ka ndihmuar në punësimin e personave, duke ofruar mundësi të reja për të ardhurat dhe përmirësuar situatën ekonomike të familjeve. Në qarkun e Gjirokastrës, punësimet sezonale kanë ndikuar në reduktimin e numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike. Drejtoria e Shërbimit Social ka bërë me dije se numri përfituesve të ndihmës ekonomike ka rënë nga 661 persona në janar të këtij viti në 621 individ në korrik. Vendimarrja që bëri Drejtoria Rajonale në muajin korrik rezultuan përfituese 622 familje, qoftë nga fondi drejt për drejt, qoftë edhe nga fondi 6%. Në lidhje me janarin kemi një ulje të lehtë, kemi rreth 40 familje më pak përfituese pra në krahasim me janarin. Kjo ndoshta edhe për shkak të punësimeve që janë bërë, ndoshta për shkak të efektit të sezonit turistik ku personat të ndryshëm punësohen në punë sezonale, shumë pak edhe ndoshta për shkak të mos deklarimeve, pra të pa deklarimeve të pasakta që vetë qytetarët bëjnë në skemën e ndihmës ekonomike. Aplikimet bëhen për ndihmë ekonomike bëhen nga data 1 deri në 10 e çdo muaji pranë zyrës së ndihmës ekonomike në çdo bashki të qarkut.
Një faktor kyç në këtë përmirësim ka qenë bashkëpunimi me zyrat e punës në qark, ndërsa apelohet që aplikuesit të kenë kujdes me deklarimet që bëjnë në sistem. Për të plotësuar me saktësi formularin e deklarimit, lidhur me punësimin të ardhurat, makinat që disponojnë apo të tjera çështje, sepse kjo ndikon edhe pastaj në vendimarrjen për të qenë apo jo përfitues në skemën e ndihmës ekonomike. Drejtoria e Shërbimit Social vazhdon të punojë për të ofruar më tepër mundësi punësimi dhe për të mbështetur qytetarët në nevojë, duke kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik të rajonit dhe përmirësimin e jetës së banorëve të qarkut të Gjirokastrës. 60 vjeçari Stefan Zhonga nga fshati Këri Dropullit të Sipër marriti të diplomohet si inxhinier në Fakultetin e Shkencave Pyjore në Tiranë. Në këtë mënyrë ai realizoi ëndrrën e jetës së tij, pasi emigracioni i ia mohoi këtë mundësi. Kaloi fëmijërinë e tij në mes të pyjeve, në fshatin malor të Kërrës, në Dropullin e Sipër. Qish në moshën 14 vjeçare vazhdoi në shkollën e mesme të Pyjores, ndërsa në vitin 1986 fitoi të drejtën e studimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Pyjore. Zhvillimet e ndryshme demokratike të vitit 1991 detyruan të braktisë studimet dhe të largohet si emigrant në Greqi. Me vendim të Senatit rifilloi studimet në vitin akademik 2025-2026. Kështu që 60 vjeçari Stefan Zhonga, më 15 korrik të këtij viti diplomohet si inxhinier pyjesh, duke realizuar ëndrrën e jetës. Dashuria madhe për pemë, për pyllën, se pyllë është oksigjeni për njerëzimin, duhet të kemi kujdes për zjarret, se zjarri mund të bëjë dëm për 1 sekond, për të ripyllëzohet, do shumë vjetë. Kishit të ëndrrën e jetës tuaj? Gjithmonë. Qenë moshë të vogël se unë jam nga një fshat malore, që ka shumë pemë, prandaj jam bas pemëve dhe është oksigeni për çdo njeri. Juve keni dhe një moshë të caktuar tashmë dhe keni dhe disa vjet për të shkëputur nga puna. Mendojni se mund ta shfrytëzoni diplomën e re që keni për të shërbyer në detyra të tjera? Është domosdoshme diploma se çdo njeri unë i them që të vazhdojë studimet, se të është një ëndër që mund të bëhet të jetë konkretisht të bëhet realitet, prandaj nuk ka rëndësi mosha qa mosh je, po ka rëndësi që të kesh shumë tension dhe pension për atë që do bësh. Keni njohur ju raste të tjera në një moshë caktuar siç është mosha juaj që kanë vazhduar studimet? Tani për tani unë jo, po unë jam base nuk jam i pari, edhe i parit jem, unë i them gjithëve që të vazhdojnë, a ëndrat të bëjnë realitet për çdo ëndër që kanë. Aktualisht, inxhinier Stefan Zhonga punon si specialist pyjesh pranë drejtorisë rajonale të zonave të mbrojtura në Gjirokastër. Gjimnazia Simzeneli vazhdimisht pret nxënës të tij ndër vite që takohen pas dekadash në të njëjtat ambiente ku kaluan vitet më të bukura të rinisë. Së fundi ishte matura e vitit 91 që u bë bashk pas 35 vitesh. Koha ikën pa ndjerë, por kujtimet e viteve të gjimnazit mbeten të gdhendura thellë në zemër. Këtë na i përcjell edhe ky takim i maturantëve të gjimnazit të Simzeneli të vitit 91, pas plot 35 vitesh. Puthje, përqafime, lot ndërsy, për kohët e bukura, pengjet e rinisë, gëzimin e të qenit sërish bashk sikur 18 vjeçar. Ka që një dëshire e hershme e të gjithë neve që prej vitit 1991 kur ne kemi mbaruar maturën dhe nuk kemi pasur asnjë shans që të mblidhemi dhe më përfundimisht pas 35 vjetësh arritëm që të gjithë të komunikoni me njëri tjetrin dhe të mblidhemi sot në datën 1 që është pikërisht 35 vjetori i mbarimit të maturës. Është një entuziazm i madh sepse pas kemi shok të cilët ne nuk i kemi parë prej 35 vjetësh dhe është një emocion i jashtëzakonshëm. Sot ne kujtojmë jo vetëm ditët e mira edhe të këqija, ne kujtojmë edhe mësuesët tanë, ne kujtojmë edhe shokët tanë të cilët nuk jetojnë më. Dhe jemi shumë, si që shkoni, emocioni është në kulm, po presim të gjithë që të vinë dhe ajo që më ka bërë përshtypje ishte dëshira e madhe për të mbledhur brenda, po them, 2-3 ditësh, pothuajse gjithë matura gati 100 veta u përgjigjen dhe po presim në çdo moment që të jemi së bashku. Jemi matura 91. Është një takim i shumë pritur,
është i organizuar prej shumë muajsh, mezi po e prisim të gjithë bashk. Sot do të ndajmë kujtimet, do të ndajmë mbresat, dëshirat tona të dikurshme. Sot jemi rikthyer në bankat e shkollës dhe na duket vetja vërtet maturant. Mirënjohje për mësuesit tan. Zana Demo, Kujtin Kale, Parime Kasoruho, Jorgo Gjori, Jorgo Laro dhe shumë Eftalia Rapi dhe shumë mësues të tjerë. Do të kujtojmë vërtet me respekt dhe shokët tanë të cilët nuk jetojnë më, Armand Kalen, Edmond Qiftin dhe Drini Karagjozin. Për ta nuk është thjesht një takim pas vitesh, por një kthim pas në vitin e trazuar 91 për të realizuar mbrëmjen e munguar të maturës, një peng që i ka shoqëruar në gjithë këto vite larg njëri tjetrit, duke shlyer kështu një borxh ndaj rinisë së tyre. Ishim brezi i parë që nuk mundëm dot për hir të ndryshimit të sistemit, që nuk mundëm dot të bënim mbrëmjen e maturës. Pra, kurorëzimi i studimeve tona 4 vjeçare të ishte me një fest. Si vjet u bë e mundur, kanë ardhur shokët tanë që nga Kanadaja, nga Amerika, nga Greqia, nga shtetet të ndryshme të Evropës. Kemi ftuar mësuesit tanë kujdestar dhe shpresoj që kjo ceremoni të jetë sa më e suksesshme dhe gjithë mallin që kemi të mos ta lëmë të kalojmë përsëri kaq shumë vite. Sot pas 35 vjetësh mblidhemi për të kujtuar kohën që kemi kaluar së bashku. Ishte një vit 91 ku ne kemi mbaruar, që nuk kemi festuar ndoshta ashtu siç duhet dhe ky ritakim, pasi kemi marrë rrugët tona të jetës, pasi kemi krijuar familjet tona, është një rifreskim i gjithçkaje që ne kemi kaluar në këtë gjimnaz. Shumë faleminderit mësuesve që kanë ardhur, të cilët vërtet na kanë edukuar dhe na kanë mësuar. Një kujtim për të gjitha ata mësues që nuk janë sot në jetë, por në të njëjtën kohë dhe për ata shok që sot nuk i kemi më mes nesh të festojnë. Megjithatë është një takim që vërtet na ka lënë dhe na shkakton shumë emocion. I hodhëm pas krahëve vitet e munguara, me mallin e grumbulluar, me të qeshurat e pafundme, me historitë e jetës dhe me atë dashuri e respekt që vetëm bankat e Asim Zenelit din të falin, dhe mbi të gjitha me premtimin se takimi radhës nuk do të presë më dekada. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.